arditin. Tash, urdhna, fjalëve që i ke thonë, diljuzat. Nuk bëna si veprime se nuk është nevoja, si pas meje. I ke thonë fjalë, qëndroj fjalëve. Ke ndjesi e donë, regull. Kërkush nuk mundet me ta mëhu këtë sen ose me të gjyku për një çështje të tillë. Se kjo është diçka shumë private, është diçka shumë sentimentale, është shumë personale. Nga mërballi edhe kur e mendoj që është më rast se zgjedh dikë tjetër edhe s'është me mua, për tani e din e ndjej peshën asaj gjëje, jo më ndodh dhe vërtet ajo gjë. Kam shumë, realisht brenda vetes time kam frikë ta humb. Kam frikë ta humb, se ndërkohë që në flisje e përjetova ndjesin se si mund të jetë në rast se s'është me mua. Realisht kam frikë ta humb, po ditë e din bëj si efort, bëj si një që e kam pranuar që jeta ati është ati dhe ai ka zgjidhjet e veta. Ama në rast se zgjidhja ati do jetë që të jetë larg meje edhe me dikë tjetër, realisht kam frikë nga kjo zgjidhje. Kam frikë ta humb. Nuk dua realisht ta humb atë si njëri. Vërtet ka bërë shumë gabime, vërtet nuk është mirë për mua, vërtet duhet dëshmoje shumë pendes, reflektim edhe t'jeti vendosur ndaj meje. Ama realisht fund ditës nuk dua ta humb. Kam frikë ta humb. Nuk ma fal do një njeri tjetër ato që ma fal ai. Kam frikë ta humb. Kjo nuk do të thotë që sa të vjetë më kërkoj falje, po të më kërkoj falje nesër ose mbas nesër. Kjo nuk do të thotë që unë më kërkoj falje me fjalë dhe atë që më mbaroj më muhabeti. Jo, duhet ma dëshmoj me vepra që unë bindem që ai vërtet ka reflektu, vërtet është pendu edhe vërtet është fokusu të unë. Apo në rastaj ndër vendim tjetër, unë e di që kam përtu thym nga mbrënda gjithë jetës time, se unë e shoh 2 muaj se si kam qenë pa ata. Jo më t'jesh gjithë jetën. Unë e shoh tani ndërkohë që është me tjetër se si është ndihesh. Jo më shembull gjithë jetën. Kam frikë ta humb, diti. Kam frikë ta humb. I bëj ati kështu si normale para syve, si kur jam e vendos, me di se s'dua t'i jap ashtu sinjale si kur po i ngjitem. Në Ama realisht kam frikë ta humb. mënyrë mekanike po si Këtë ja hap derën atyreve. Dhe shepallën ta dhezim ka një dhe ramë me flet. Okej. Shi i lot e vazhdojmë bisedën nesër. Okej. Se edhe mu më shti në siklet. Fati matë që e nala fenin. Shëqyr që e këthu se që? Mos të ishe këthu ti? Qëku kisha ngellu ne? Kishit me të jashtë. Do ju leja. Ribashkimi. Po jo, mëse si e në ribashkim. Se qajtë tash? Si? Se qajtë, Jo, kishëm një Deri bisedë që me ditin. tash, t'ja spjegum detaje, se qysh realisht duhet qka duhet me bokja. Çka duhet me bë? Për realizimin e pjesën A ka sportske. Ore, nuk kam realizu si gjë ju se kuptoni sa real është Gjenetin situata. keni me fitu nëse keni shkreps, thuj po. Juve këtu do jeni dëshmitar, që gjëja është më reale se çdo gjë tjetër që mund të jetë këtu. Kallzova unë arditi, leni ti filmat, ule ato, konkretizoj senet, edhe Nuk mund t'i bëjmë qaramana ati para syve. ata shprap na që gjysore t'u fol prap për fillimit më këthyja, unë e kom shumë mërzi. Ja, me nesër, e din ti. O lot, kallzova që duesh me bo, edhe natën e mirë. Logjik pak publikut, mas pari për vetë veten, edhe jepi një drejtim, se keni lonë se ajo peta kur derdhet. Ama ti e di Gjet lutna. Tu njëra mendoj vetën time për me Se ma ndej po mendojnë që është kështu, kanë drejt me menu gjithë shka, keni lonë hapsin. Dhe pish sigaret? Po, ama s'kom shkreps. Po, tata, për jashta. Dhe ta ndezun. Tata. A do nuj? Jo, më quse. Ja po marrë. Au që ku ka qiri, ama pse si ka nalë qirat, është shumë rezik. E qiri, thot. Jo, ama qira dunë mu nalë, se me bo Ama me se rana s'djegin ata. një erë edhe Si me janë arsi për latë. Jo, qirat gjithmonë duhet mu nalë, edhe në ambient jashtëm. Se qiri din me bo problem. Qiri është i rezikshëm. S'kushton kur gjo një fryme.
E tash jemi në rregull. Që këtë sen bëne, edhe ti dëshiroj ma të mirën e mund, s'po di qa me thonë, ma të mirën e mund që me të botës, se nuk është hajgare kjo punë, nuk është loj, me gjithçka njeri mundet me lujt, me emocione, me ndjenja, jo, a di pse, se nuk e din deri në cilin stad mundet me të prek ajo. Sa luft nervash është tani mërditi. Tani realisht është luft nervash. Ti po menon që nuk e kon vrejtune, po vitë që njerë po të pysë e kur mos nuk të pysë. A u shokove momentin që të thash unë e ty fleta e bardhë? Po. Drejt kalza. Po. Te e din që jo mi meqëm, po ke thonë pare që do më thotë e diti. Po, fleta bardhë. E ta ka i pat nëtë ma kërkoj fletën e bardhë, me lapskiri. Edhe unë nga shikimin sy me ty thash është shumë konfuze situata dhe erdi situata konfuze. Po, ti e diktove. Po. Interesant është diti si na dalin gjërat, a? Diti janë shumë i meqëm, po më s'kom Ti kam treguar 2 ëndra para fokus. se të vija i këtu? Po, i kemi diskutu. Jetën time edhe pemën, apo jo? Po. Të kam treguar edhe 2 tjera? Jo. Të lërë? Ndoshta po... Para se të vinte ai, Ta, mu ka bërë të rungë një javë para, 10 ditë para, kisha 2 ëndra, 2 net radhazi, një natë, direkte të nesërme. Natën e parë, ishte ëndra, sikur isha unë në prezencë të ti dhe ai në prezencën time, dhe me thënë ishim 2 prezenca tona bashkë, dhe po më thoshte me zërin, kush është destinacioni jot, në kuptimin që mos harro destinacionin tënë në këtë aspekt. Vazhdimisht po ma përmente. Edhe unë vëp ndoli gjumi, a më pëndija shumë prezencën e ti. Pastaj, të nesërme mbrëmë, kisha ëndrën tjetër, dhe ëndra tjetër ishte sikur pra prezenca ti në prezencë time, dhe thjesht ishim ka për qafe dhe ajo ndjesia që kisha unë kur ishim të 2 për qafe. Ti thu që i beson intuitës. Gjotë që edhe unë jam tip me Dhe pas një intuit. javë 10 ditësh ai erdhi këtu. Qka po ta mërmendja në verzionin e intuitës, jo ëndrës, se nuk janë të njëjta. Qka do në me thonë për ty destinacion? Destinacion, Spjegoma me verzionin e intuitës. destinimi im në jetë. Filtra Hapat që pak. vinë rrjedhshëm në jetë. Destinacionet një mbas një. Po destinacioni Kur e yt, spjegon si ondër këto, nuk del kjo matematikë. A jetun kuptu se Si. ondrën e përgjithson. Po. E thu vetëm si fjalë, si mendim. Po. Ndërsa kur shkon në aspektin e Intuitës. intuitës, është ajo që ka realisht mundet me Apo ndodhë. për zotin të 2 ëndrat një mbas një radhazi, ishte sikur e kisha prezenca ai po më fliste, ai po ma përcilte atë energji. Edhe po e ndija kështu, edhe me zemër, edhe me shpirt, edhe me ngroftësi, dhe më thëmë me gjdo shenjë fizike dhe shenjë të mbrëndshme ndija. E ndija ngroftësin, e ndija në arom, e ndija në energji, e ndija në zemër, e ndija në shpirt, e ndija në gjdo gjë prezencën e ti. Kon vrejt. Ata 2 ne që kisha ata ëndra. Besom që të kon vrejt. Besom që të kon Dhe nuk e vrejt. dija më beson diti që kur erdi ai këtu në shtëpi, sa do kaotike është nga ana emocionale situata, nga ana shpirtënore, jam shumë në balans dhe i marë shumë fuqi. Prandaj të thash, të korektova ana Po, sentimentale. sentimentale. Ku hinë që këto elemente. Sentimentale hynë kjo si përfaqësorja. Gjërat fizike që pëndodhin këtu, Inkuadru që këto elemente që i ceke. që ndodhin nga lavazhi i trurit, edhe nga traumat, edhe nga fiksimet, edhe nga egot. Na vdiq kjo egoja. Egoja e dënon njeriun. Egoja Unë e nuk... di që ai ka shumë ego në kuptimin e gjërave që i ka ndodhur në jetë e tjera, pas sillet kështu si sillet, jam e sigurt. Po mbi gjitha është një njeri me një logjik... Shumë njeri i mirë, shumë shumë shëndosh. intelekt. Por raport me femrën, them, me mua. është një njeri shumë i matur, një person i cili shumë mire din çka bën, është shumë i kujdesshëm.
njeri që ka maturi, motra me e ndërume, është edhe shumë i kujdesshëm. Se po mos të kesh maturi, nuk e nje nocionin kujdesi. Po. Ti kemi gjanat qartë. Vlla e motër janë njëna me tjetrën. Nëse i ndan edhe i bashkon, që këtu është përgjigja. Prandaj, e vetmja variant ekzistuse është që mull edhe ju me diskutu. Okej. Sy në sy, me i qartësu no matter what. Po. Ti e meriton një bisedë shumë shëndosh, Shumë qartë, shumë pashtë. gjithashtu edhe ai meriton. Faktikisht të dytë meritoni ka një përgjigje si që ka hije. Dhe jo në mjegla me fluturu. Se dashnia nuk o mjegull. I kemi kalu ato ka 15 vjet kur kemi pas simpatia. Po, pra. Tani është me shpirt ti Simpatia, flasësh njeriu. simpatia mendohet, fantazon në simpati, si kur ta kisha, po të ishte, sa do ta kështu, do ta shtrëngoja, do ta përqafoja. Ajo është faza e parë. Që tash në këtë situatë, ama absolutisht nuk ju hinë punë. Po, pra, se kena kalune ata Pa gjëra. të lute. Prapë më mungona i përqaf, o vdes, ta kem një përqafet, ja marrë aromën, vdes. Kush po të thot? Edhe prapë e Kush ndryt po të thot? vetën. Prapë po tham. E ke pasë sa baj qëndrim, se ka qënë me dolqen, edhe sa ka baj qëndrim. Fillo pastroi çështjet fillimisht me vetveten. Rule number 1, regula numër 1. Dhe besom sa let ke për të kalu në fazën, stadion numër 2, nivelin 2. Me vetveten, do me thonë, qartësohu, kur je e mirë me vetveten dhe je e qartë ndaj vetvetes, me qka dush vetë bëj, që nuk ke as një penges, as ma të voglen, po qofte dhe ma vogla penges gjatë rrugtimit, gjatë rrugës, bisedës në Ja, më këtë do të rast. mi bëja dhe i pak gjërat e qarta, jo vetëm mu Është reciproke, është reciproke, unë prapë po thëmë, ta shemi të folë unë dhe ti. Se s'mund e mund shkita ka përqafe, ta putha, i pasajt nesërme në shemë me ndoj vajzë tjetër. Dëgjom, ajo është mes teje dhe ti, Po. mos më shti në mes juve dyve. Okej. Nuk muj me folë për Okej. personin e tretë. Nuk më takon se ajo është mes juve dyve. Po. Jo mu, kërkujt nuk i takon me ndërmjetësu në diçka që nuk është as pak e shëndetshme. Është idiotizëm me menu dikush me ndërhy ndërmjet Ne të dy. juve dyve. Po Thjesht mund unë gjenet për po të folë nesër, të tregoj mënyrën, metodën që me arë sa ma shpejt drejt një realizimi, drejt një konkludimi. Ma tutje, ju e dini që ka bëni mes vete. Për Kaq. zotit flasim nesër më mirë se Nuk të ka është met, bloku edhe koka dëgjon, tani. variant B nuk ke. Harroje që ke variantën B. E ke një variant, one shot që i tojnë. Urdhno, O ditë edhe një gjëtë përmend, fundit fare. më lirisht. fal. Sot, për shembull, nisin ngrofet akoma me muabet. Ti e di se sa e përkrahun para banorëve atë, sa e vlerësoj, sa ju afus edhe tjerëve në kokë limin, se kush është limi, që bën limi, Po. si është limi, Po. e bëj me qëllim, që ta ndihmojnë loj. E para, e dyta, sa herë që ai ka biseda me të tjerët, unë asistoj me pyetje edhe me ndonjë gjë tjetër. E treta, pastaj, sa herë që i duhet ndonjë ndihmë, unë gjithmonë e ndihmoj pa e kundërshtu fare. Dhe tani sot, e di ç'a ndodhi? Shkoj të bëje foto me Beni, shkoj të rregulloj fustanet Beni, shkoj bëj foto me tjera, me Dolçen dhe këta, ndërkohë që Beni dhe Dolçe janë dy femra që e kanë shajt atë si mashkull, dhe ai e din shumë mirë që unë kur them një fjalë nga goja nuk gënjej. Dhe ndërkohë që Beni dhe Dolçe se kanë ndihmuar me asnjë gjë, edhe çfarë bëri? Me herën e 4, herën e 5, u kujtu Alba do vish ta bëjmë një foto, i thash, Lim, t'lutem ja. Po shkon po i vlerëson tjerat para meje femra që të kanë shajt,
Edhe për mu kujtohë shumë fund. Unë nervozua aty, si kur unë s'po e vlerësoj fare. O ditë, unë kam pak respekt për veten. Unë ndjesin që e kam për atë, unë atë e vetë pari ndër gjithë meshkujt. Unë nuk po them që ai mos ketë shoqe dhe mos merret me shoqe. Këtë është në rregull. Ama unë tani apo të ndihmoj për çdo gjë, sidomos tu loj edhe si lojtar. Përsa ai të shkojë të tjerave t'ju bëjë çefin para meje. Ti e dën, është shumë e vërtetë dhe ky është një fakt i gjallë. Megjithatë, fillimisht duje veten, çmo dhe respekto veten. Unë se di pse do të Se nervozohet ai me këtë gjë. se pjesën tjetër, me pjesën tjetër je në rregull. Këto gjëra tjera bisedoj me ata. Unë veçmuj me të ndigju dhe nuk e shtoj asnjë gjysmë fjalë. Ama nga ana ime jam në rregull me këtë pjesë apo jo? Nuk mund futem në thesin e të tjerave. Se unë tani nuk synoj atë ta kem thjesht vetëm shok. Ato ti din, prandaj punoni. Nuk mund të rri thjesht shok me atë. Punoni në këtë drejtim. Ama edhe si lojtar. Punoni në këtë Kur unë po drejtim. të vlerësoj ty si lojtar, edhe si mashkull madje, kundrejt gjithë meshkujve tjerë, ai nuk duhet shkojë femrat e tjera t'i kape, bëje foto, ato femrat që e kanë shajt, në rrath parë, kur s'ka qenë ai, për mua të kujtohet fund. E vlerësoj shumë atë që bërin Prime, që mi dërzoj zarfet mua dhe vendimin mua. Aty tregoj shumë Këto gjest fort. biseda i ki me te dhe me asnjë tjetër, edhe s'ke nevojë mo me marrë mendim, me pyet, me shku, me kallëzu, me fol, pa lidhje, ule, filla respektoje veten, filla çmoje dhe nderoje fillimisht veten. Se pjesën tjetër e dim. E di, po. Do me thonë prap, prej te e mbaret. Pikë.